Do të flasim sot për surën El-Insan, një nga surët e Kur'anit famlar, ku Allahu i madhëruar, Allahu Azza wa Jall, na tregon në formën më të bukur modelin, na tregon historinë se si ka ardhur njeriu në këtë botë, na tregon origjinën tonë, pra origjinën e njeriu, dhe na tregon se si duhet të jetojë njeriu dhe si Zoti ja ka bërë të qartë njeriu çdo gjë në këtë botë në librin e tij të fundit hyjnor, në Kur'anin famlar, në fjalën e Allahut Azza wa Jall të nderuar besimtar. Allahu e ka nderuar njeriu. O laqad karramna bani Adam. Në të vërtetë që ne njeriu e kemi bërë fisnik, e kemi nderuar thot Allahu Azza wa Jall. Në të vërtetë që ne njeriu ne kemi krijuar në formën më të bukur të mundshme. Dhe njeriu në sajtë të besimit të tij, në adhurimit të Zotit gjithësisë, ai përfiton vlera ashtu siç i ka krijuar Allahu Azza wa Jall, dhe në anë të jetuarit të kësaj feje njeriu jeton në natyrshmëri të pastër, dhe njeriu ka vlera, ka moral dhe lartësohet, dhe vetëm se lartësohet në besimin dhe në nështrimin dhe adhurimin e Zotit të botës. Nga ana tjetër, Zoti i thotë njeriu pa besi, padyshim që bëhet skllav i egos së tij, bëhet skllav i veseve të tij, bëhet skllav i punëve të këqija dhe bëhet rob i çdo gjëje tjetër jashtë Allahut Azza wa Jall, dhe ai që i nështrohet me sinqeritet dhe kthehet plot ulësi, plot modesti tek i madhërishmi tek Allahu Azza wa Jall. Allahu e bën vetëm rob të Allahut Azza wa Jall dhe i jep një kënaqësi në jetën e tij. Allahu e ka nderuar ai shumë njeriu sa çdo gjë ato Zoti që shihni ju me sy tuaj, duke parë malet, detrat, kodrat, lumenj, të gjithë galaktikat, planetet, dielli, hëna, atmosfera, ajri, uji, në të cilit është baza e jetës, dhe çdo bimësi që del nga toka, ka një tokë e njëjtë, ne nxjerrim bimë të ndryshme dhe fruta të ndryshme, thot Allahu Azza wa Jall, dhe gjithë të Zoti ka përgatitur, ja ka nënshkruar që t'i shërbejë njeriu. Nga do që të shohim, Zoti e ka nderuar njeriu të nderuar besimtar. Pikërisht edhe me emërtimin e një sure në Kur'an, Zoti e ka quajtur Suratul Insan, surja e njeriu. Një sure në Kur'anin famlar nga 114, që është sure medinase, ku ka 31 ajete, Allahu ka quajtur sureja e njeriu, dhe pikërisht flet çfarë është njeriu, nga vjen njeriu, çfarë duhet bëjë njeriu dhe cilët janë rrugët që përballet dhe njeriu, dhe çfarë pret atë që beson që i nënshtrohet Zotit, dhe çfarë pret atë që nuk e beson Zotin dhe nuk i nënshtrohet Zotit, dhe tregon për bukuritë e xhenetit dhe për dënimin e dëmshëm e ashpër të xhenemit nderuar besimtar. Pikërisht nis në këtë formë surja El-Insan. Hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. A nuk ka kaluar për njeriu një kohë kur ai nuk kishte asgjë e përmendur? A nuk kishte një kohë e hershme që çdo kush prej nesh nuk ekzistonte? Ishte asgjë. Dhe Zoti me madhështinë e tij ka sjellë çdo kënd prej nesh në ekzistencën e kësaj bote të përkohshme. Kjo është një ftesë për meditim për çdo kënd prej nesh, se çdo kush prej nesh kur heq vitet që kanë mbisufe, del në përfundimin që nuk ka ekzistuar fare, që nuk ka qenë asgjë, që ishte diçka në asgjë, në pa ekzistencë, në pa fillim, Zoti akoma nuk e kishte krijuar. Kjo është një ftesë për meditim, por edhe për ulësi, për modestin ndaj krijuesit të botëve që na ka falë jetën. Dhe i kërkon nga ne thjesht që ne ta adhurojmë atë, të bëjmë punë mira dhe të largohemi nga të këqijat. Ya ayyuhal insanu ma dharraka bi rabbikal karim. O njeri, ç'të mashtroi kundrejt Zotit tënd aq bujar, ai që të krijoi dhe të përsosi dhe të krijoi në formën më të bukur, dhe ai kërkon nga ne vetëm që ne ta adhurojmë atë. Pikërisht Allahu e ka nderuar në këtë formë njeriu dhe her pas here
Ai këtu na kujton ne njëkohësisht, siç ka qenë një kohë e hershme që njeriu ishte një diçka e papërmendur. Po të ecim herët deri në historinë e fundit të njerëzimit, deri tek Ademi me Havan, njerëzit e parë që Zoti i solli në botë, para atyre nuk ka ekzistuar njeriu. Pra ishte një qenie e pa krijuar dhe ishte një qenie që nuk i përmendej as emri. Dhe Zoti vendosi që ta sjellë njeriu në këtë botë dhe u bë një qenie e përmendur. Por çfarë do të ndodhë me ne pas një farë kohe? Pikërisht kjo ajet na ofron njëkohësisht edhe për meditimin që pas një farë kohe ne thjesht do të jemi disa qenie që kanë ndruar jetë dhe do të vazhdojë një kohë e shkurtër që do t'i përmendet emri. Do na përmendet emri nga fëmijët tanë, pastaj nga nipat tanë, pastaj nga sërnipat, pastaj do të vijë një kohë që ne përsëri do të jemi asgjë. Thjesht jemi në jetën e varrit dhe çdo gjë, dhe çdo lojë, dhe çdo tundim i kësaj bote ka marrë fund. Ka marrë fund çdo gjë që e mashtroi njeriu në këtë botë, që e largoi nga Zoti i gjithësisë. Ka marrë fund çdo bukuri e tundimshme dhe e përkohshme në këtë botë përkohshme. Ashtu si jemi sot në këtë xhami, ndoshta para disa shekuj, kjo ka qenë një pronë e dikujt që ai ka luftuar shumë për këtë gjë. Dhe ajo sot është xhami. Para disa shekush, dikush ka punuar shfort për pasurinë e tij dhe sot ai është në varr vetëm në punët e tij, dhe vetëm në ato që i ka bën dobi është lidhja e Zotit, dhe pasardhësit e tij sot nuk i din as emrin. E tillë është situata e vërtetë me njeriu. Dhe kjo ftesë për meditim është që njeriu duhet të meditojë dhe duhet të jetë sëqel përballë të vërtetës të kësaj bote të përkohshme dhe përballë faktit që ne një ditë do të largohemi dhe thjesht do të jemi asgjë. Çdo gjë që është mbi dhe, thot një poet, një ditë do të bëhet dhe. Dhe çdo gjë që është në tokë sot, padyshim një ditë do të jetë në tokë, të nderuar besimtarë, sepse ne jemi të përkohshëm, të nderuar vëllezër besimtarë. Allahu thot, pasi përmend origjinën e njeriu, përmend njëkohësisht se si njeriu ka ardhur në këtë botë. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu samian basira. Thot, ne njeriu e kemi krijuar nga një pikë uji e përzier, thot Allahu Azza wa Jall. Njeriu ka ardhur në botë nga një pikë uji, nga një martesë mes një burri dhe një gruaje, në përzierjen e të dy ujrave të dy bashkëshorteve, thot shkenca vjen në qenien e embrionin e nënës, formohet njeriu nga një pikë uji dhe vjen në këtë botë dhe ai arron origjinën e tij. Zoti i krijon çdo gjë dhe ai na kujton se si ne jemi krijuar. Nga një ujë përbuzës e quan Allahu Azza wa Jall, lëngun në cilin ne jemi krijuar që kemi ardhur në këtë botë. Dhe e tillë do të jetë situata e njeriu përballë Allahut Azza wa Jall, do të jetë në modesti, me porositë dhe në mshtrim ndaj fuqisë së Allahut të madhëruar, sepse ne jemi qenie të dobta dhe kemi nevojë vazhdimisht për Allahun Azza wa Jall, kemi vazhdimisht nevojë të kujtojmë se si kemi ardhur në këtë botë, të kujtojmë se çfarë kemi qenë ne para viteve të jetës tonë, të nderuar besimtarë. Ne vetë lihi, ne e krijuam në këtë formë njeriu dhe ne e sprovojmë me të mira dhe të këqija. Ne njeriu në këtë botë e sprovojmë duke i bërë detyrë disa urdhëresa në jetën e tij përditshme, siç është namazi, zakati, agjërimi, haxhi dhe thënia e shahadetit. Dhe njeriu këto i ka detyrë dhe kjo është prova e jetës që njeriu duhet t'i çojë në vend. Nga ana tjetër njeriu është i provuar që të heqë dorë nga ato gjëra që Zoti e ka bërë të ndaluara, që e ka bërë haram, dhe ne e kemi bërë njeriu që të shohë, i kemi dhënë atij shikim dhe i kemi dhënë atij dëgjim, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe këto janë dy shisat më të rëndësishme që njeriu të përfitojë diturinë, që njeriu me anë të mendjes ai dallon të mirën nga e keqja, ashtu siç e ka dalluar Zoti duke dhënë të qartë në Kur'anin famlar. Njeriu me anë të shikimit se bukuritë e krijimit që ka krijuar Allahu Azza wa Jall dhe shikimi e çon atë drejt madhështisë së Zotit të madhëruar, drejt Allahut Azza wa Jall,
dhe dëgjimi kur ai dëgjon ajetet e Kuranit famlar që Zoti ka zbritur pikërisht për njeriu kthehet tek madhështia e Zotit gjithësisë që është Allahu Azza wa Jall të nderuar besimtar. Inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Ne i kemi bërë të qarta të dy rrugët e njeriu. Njeriu ose do të jetë mirënjohës, do ta njohë Zotin e tij dhe do ta adhurojë Zotin e tij, ose ai do të jetë mosmirënjohës, dhe do të jetojë një jetë pa rregulla, një jetë pa norma, familjare, morale. Dhe njeriu nuk do t'i bëjë përshtypje se si jeton me haram apo me halal, me nder apo pa nder. Dhe ne të dy rrugë kemi bërë të qarta, thot Zoti i gjithësisë. Dhe njeriu në çdo ditë pa dyshim që ai përballet me këto dy situata. Dhe këto janë dy grupimet e mëdha në fushën e jetës, ku një grup do shkojë drejt xhenetit, drejt adhurimit të Zotit, dhe grupi tjetër me të gjitha kategoritë e këqija e shpije njerëzit drejt zhdukjes, drejt asgjësimit të normave morale në këtë botë përkohshme dhe drejt poshtërimit të përhershëm në botën e përtejme. Prandaj Zoti ja ka qartësuar gjithë secili prej nesh në mënyrën se si ai duhet të jetojë. Adhurimi i Allahut dhe nënshtrimi ndaj Zotit të botrave e bën njeriu që të ruajë pikërisht ato norma të bukura morale dhe njerëzore humane në anë të besimit ashtu siç e ka krijuar Zoti i gjithësisë. Dhe njeriu kur harron Zotin ka harruar veten e tij dhe ka harruar çdo gjë që Zoti e ka nënshtuar për shërbim ndaj njeriu dhe kthehet në qenie shumë e rrezikshme. Sot kur shohim botën, vendin tonë, anë mban botën, çdo problem që ndodh për një arsye, sepse është shprishur natyrshmëria e njeriu, sepse është shprishur karakteri i njeriu, sepse është shprishur natyrshmëria që njeriu duhet të adhurojë Zotin e gjithësisë. Se shprishur është dukur ndërgjegja e njeriu ndaj normave njerëzore, dhe njeriu nga të katra anët sulmohet që ai t'i zhduket, që ati t'i zhduket ndërgjegja, që ati t'i zhduket frika për Zotin e madh, për Allahun e madhërisëm, dhe njeriu kthehet në qenie të sklavëruar, po në duart e atyre njerëzve që janë të ligë, që mendojnë që duke patur përfitimet në mëdha të botë do të kenë çdo gjë. Por Zoti përmend shumë tiranë, si Karuni, si Faraoni, që kanë qenë pushtetarë shumë të mëdhenj me pasuri shumë të mëdha, por ata edhe me pasuri shumë të madhe, siç ishte Faraoni, ai u friksua kur i thanë magjistarët që ky pushteti do ta marrë një foshnjë djalë, dhe ai u dhuroi të gjithë foshnjët që ishin djemë të vriteshin, të therreshin, dhe la të gjallë vetëm gratë. Dhe Allahu e bëri e nënshtroi atë tiran, atë zullumqar, duke aqsuar Musain në derën e fronit të tij, dhe derisa ai u zhduk, dhe sot Musai vazhdon të jetojë me ato normat e besimit të një Zotit vetëm, do të vazhdojë deri ditën e gjykimit, dhe Faraoni do të vazhdojë përmendet si njëri tiran, si zullumqar deri ditën e gjykimit të nderuar besimtar. Prandaj, të dyja rrugët Zoti i ka bërë qarta dhe ne thjesht duhet të zbatojmë në ato mirësi që në ka dhënë Zoti në mendjen tonë, me shisa, siç ishte dëgjimi dhe shikimi që ne themi tek madhështia e Allahut fuqiplot të nderuar besimtar. Wa qulil haqqu min rabbikum, faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Zoti jo ka bërë shumë të qartë të vërtetën në të botë përkohshme në librin e tij në Kur'anin famlar, ai që do le të besojë te Zoti, dhe ai që nuk do le të mos besojë. Dhe pikërisht thotë në surën El-Insan, ne për ata që nuk besojnë kemi përgatitur zinxhir, pranga dhe zjarr flakërues sot Allahu Azza wa Jall, dhe pastaj flet në surën El-Insan për bukuritë e xhenetit që do të kenë njerëzit në xhenet nderuar besimtar. Njeriu përballet që mëngjes deri në mbrëmje pikërisht me të dyja rrugët, në rrugën që e çon drejt Zotit dhe në rrugën që e çon drejt zjarrit të xhenemit nderuar besimtar. Të nderuar besimtar, jetojmë në epokën digjitale, në epokën e teknologjisë, ku njeriu i serviren gjëra nga më të çuditshme në rrjetet sociale, në internet, dhe në telefonin e tij, padyshim që ajo sprova ndoshta më e madhe që sot përballet njerëzimi është sepse më shumti është në dëmin e njerëzimit se sa në dobinë e njerëzimit nderuar besimtar.
Vetë njerëz që e kanë shpikur që është teknologjia e Apple-it, e Steve Jobsit, dihet shumë mirë që Steve Jobsi edhe fëmijëve të tij nuk ja lejonte ta përdorin iPad-in. Edhe pse ai ishte themeluesi i Apple-it. Pra teknologjia sot ka shkuar në atë grad që e kontrollon njeriu dhe njeriu as nuk e kupton dhe mendja e njeriu është e çrregull, e çoroditur. Kur ai lë pasere shes video plekse, e pasere shes video me lakmurisi, e pasere shes video duke qeshur dhe mendja e njeriu çoroditet. Është e çrregull dhe nuk është stabile, nuk është e qëndrueshme përballë për vërtetës së saj bote dhe njeriu është në udhtim dhe vazhdon të jetë në udhtim dhe në keqja është që nuk e kupton dot këtë gjë. Për këtë faktin se është larguar nga origjina. Dhe origjina në dëshmëria e besimit në Zotin vetëm është të lexuar. Fjala e parë që ka zbritur në librin tonë, që Kurani është libër që është për njeriu. Nuk është për asgjë, është vetëm një libër urinor që ka zbritur pikërisht për ne. Fjala e parë është Iqra. Lexo. Zoti nga ana tjetër betohet pasha kalemin, pasha stiolapsin, pasha ato që shkruan për Allahu Azza wa Jalla. Në vendet perëndimore që është shumë i zhvilluar nga aspekti i teknologjisë që është Suedia, mësova që tani në aspektin e arsimit, në fushën e arsimit e kanë ndaluar rëpësisht tani në Suedi, një vend kaq i zhvilluar në teknologji, e kanë ndaluar rëpësisht përdorimin e teknologjisë dhe kanë futur në mënyrë masive libra, flet edhe stiolapse. Sepse mendja e njeriu në anë të teknologjisë nuk dha asnjë frymë dhe thjesht i largoi njerëzit nga të lexuarit, nga shkretimi i librave dhe tashmë kanë marrë nis ku miliona fletore, stiolapsa, libra janë shpërndarë në përshkollë dhe tashmë është ndaluar rëpësisht përdorimi i teknologjisë. Ne sot kemi nevojë që mendjen tonë ta kthejmë në origjinë që është leximi i librit, që të shkruarit tek letra, sepse Allahu betohet për librin, betohet për të shkruar. Dhe sot mendja jonë shpirti i ynë ka nevojë të kthehet tek kjo gjë dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme që njeriu të jetë në rrugën e Allahut të madhëruar, sepse kur ti je në rrugën e atyre që edhe fëmijët e vet nuk ja kanë lejuar diçka të tillë, padyshim që do të jesh në një rrugë të errët, në një rrugë të panjohur, dhe padyshim ajo të shpije në shumicën e rasteve të shpije në humbje. Është një rregull që kemi thënë diçka që të jepet falas, ta dish që produkti e vetë ti. Diçka që të ofrohet falas vazhdimisht në çdo moment, ta dish që ka synim që të mashtroj ty dhe ti je ai që shitesh, ti je ai që ke dalë tashmë në treg me diçka që të është ofruar falas të nderuar besimtar. Prandaj njeriu duhet të jetë i kthjellët në jetën e kësaj bote. Kur përmend Zoti në surën Al-Insan përmend disa veçori për besimtarët. Njëra nga ato veçori është që ata mbajnë fjalën e dhën, i japin për të ushqyer të vargëve, jetimëve dhe skamorëve dhe njerëzve që janë jo në liri pas krevëve që ka qenë në kohët e hershme. Dhe kur thonë innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne nuk ju ushqejmë, nuk ju ndihmojmë për asgjë tjetër vetëm për kënaqësitë e Allahut Azza wa Jall dhe ne nuk duam nga ju asnjë shpërblim dhe asnjë falënderim dhe është pikërisht termi i sinqeritetit që i bën çdo bie besimtarit në çdo moment të jetës dhe pa sinqeritet asgjë nuk ka vlerë në jetën e besimtarit të nderuar vëllezër. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Dhe pasi flet për gjitha këto dukuri dhe flet për bukuritë e xhenetit, Allahu thot dhe përkujtoje Zotin tënd nga mëngjeshi nga mbrëmja dhe shkoja ti në sejdë dhe tregon formulën se si njeriu duhet të bëjë ballë të gjithë të kësaj sfide në jetën e kësaj bote që është adhurimi dhe përkushtimi ndaj madhështisë së Allahut Azza wa Jall dhe natën kaloje me adhurim i thot Allahu Azza wa Jall dhe thot shmang nga ata njerëz që dëshirojnë vetëm jetën e kësaj bote dhe bëjnë dhe shkelin çdo normë familjare, morale, njerëzore, humane që si të kemi sa më shumë në këtë botë dhe kanë harruar botën tjetër, kanë harruar që njeriu është i përkohshëm në këtë botë dhe hiq dorë nga ata, sepse ata i pret një ditë që është shumë e rëndë dhe e keqja e asaj dite do të vazhdojë gjithmonë tek Allahu Azza wa Jall, pra ata njerëz që
që kanë harruar Zotin e tyre, thot Allahu azza wa jalla. Inna hadhihi tadhkira faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila. Kjo e gjitha që përmendet në pikërisht në surën El-Insan të Allahu, kjo është një këshill e artë për çdo kënd që do të mendoj dhe për atë që do të ndjek rrugën që e shpije tek Zoti i tij, thot Allahu azza wa jall. Dhe Allahu përfshin në mëshirën e tij këtë dojë, thot Allahu azza wa jall, ndërsa për ata që nuk e besojnë Zotin dhe bëjnë padrejti, që janë keqbërës, për ata do të ketë një dënim të dhimbshëm, thot Allahu azza wa jall. E lutim Allahun azza wa jall që na jap mëshirën e tij, që na bëjë të meditojmë për origjinën e arës tonë në këtë botë. Na bëjë të meditojmë për të vërtetën e jetës tonë në këtë botë përkohshme që ne jemi të përkohshëm, dhe ajo që bën njeriu është adhurimi ndaj Zotit dhe vlerat humane, vlerat morale që Allahu i jep njeriu në bazë të nënshtrimit dhe në bazë të adhurimit të Allahut azza wa jall. Allahun azza wa jall e lutim për udhëzim, për qëndrueshmërinë në fen